Çështjen e ushtrisë, për çështjen e fabrikës pasurimit të Bakrit, unë i shpreha hallin tim që kisha, me këtë unë isha kthyer nga Gjermania për festat e pashme, edhe mora pjesë në takim. I shpreha hallin tim sepse unë jam veti teti në familje, jemi 8 pjesëtar të familjes që rrim peng i këtij vendimi, kësaj maskarade. Edhe madje ju tha që po ju azida këtë problem do ktheni nga Gjermania. Patjetër. Edhe i kam premtuar që do kthehem nga Gjermania, i kam premtuar me shpirt, jo premtim sa për të kalu rrallën. Çfarë po bëhet, në çfarë hapash jemi? Keni pasur më kontakte të tjera dhe sa është mbajtur ky premtim? Tani, do me thënë, çështja u mor seriozisht nga kryeministri, me la kontaktin e një këshilltari të tij, nuk e di çfarë roli kishte. Këshilltari më kontaktoi shefi komisariatit numër 2. Deri këtu ishte kret qartë me thirrri, në zyrë, shkova në zyrë, më tha të marr gjithë dokumentacionin që kisha me vete. Shkova në zyrën e komisariatit, edhe gjatë bisedimit, gjatë diskutimit aty, vura re që ato janë të pafuqishëm. Janë, do me thënë, të pafuqishëm, nuk kanë as edhe një lloj ndikimi tek, do me thënë, plot fuqia e Albert Almunqajt që bllokon arbitrarisht të gjithë neve këtu. Se do të mbahet ky premtim dhe do zgjedhet. Patjetër, tek kryeministri jam shpresë plot që ai do ta realizojë këtë premtim që kam mbajtur. Edhe unë do t'ja realizoj premtimin që i kam bërë atij, që do kthehem direkt nga Gjermania. Do me thënë, unë punë. Jeni larguar për këtë arsye? Jo. Unë jam larguar në 2010-ën. Po, për një jetesë më të mirë. Unë punoj në Stuttgart tek Mercedes-Benz në Sindelfingen. Do me thënë, unë kthehem, do me thënë, e la punën edhe kthehem në vendin tim, po të zbatoj premtimin kryeministrit. Atëherë dhe unë si gjithë banorët e tjerë jam pjesë e këtij problemi. Kemi që në 2016 që kemi marrë këto panesa. Në 2019 mbaroi kontrata e ndërtimit, leja e ndërtimit, ku ne kemi vajtur për të marrë në posedim panesat tona, kemi ndeshur në një dhunë fizike, ku edhe kamerat tuaja i kanë filmuar. Kemi shkuar me vizitorin tonë atje për t'i marrë në dorëzim. Ata jo vetëm që nuk patën vullnetin të bisedonin, na thoshin çfarë pretendimi kishin që në rini, por përdorin një dhunë fizike me vizitorin, me ne, dhe që ditë konflikti jonë ka vazhduar në këtë. Aty ne e kuptuam që këtu kishte një problem. Kur mbaroi ndërtimi, pallatet dhe leja ndërtimi, ne nuk dinim asgjë. Ne aty jemi jo, ky Albert Muça, kur kishte këtë pretendim, pse e lejoi derisa mbaroi pallatet e pastaj ngriti prendimin? Apo e ngriti sepse me sa duke qenë se çmimet edhe kanë filluar të rriten dhe qëllimi i tij është që të marrin hyrjet tona dhe ti shesim me trefishin e çmimit. Po ne kemi paguar të njëjtën vlerë si dhe banorët e tij që sot jetojnë brenda. Ne duhet të jemi të barabartë me ata banorë, nuk duhet të diskriminohemi. Pse duhet të diskriminojnë ne pse kemi bërë kontrata me këtë vizitorin tjetër? Ky ka shit hyrjet e tij. Nuk ka shit hyrjet e Albert Muçës. Atëherë, Edhe ju ishit në takim? po patjetër që ishim në takim. Një pyetje.